Marrëdhëniet pastaj mund të agravojnë, që po thonë në Shqipëri. Që zoti Konjufsa e ka një sens të hollë të humorit. Edhe kjo me thënë të drejtën nuk t'jep shumë satisfakcion, sepse pastaj këtu në politikën tonë ka shumë prirje që ato konfliktet politike, edhe ato kundërshtimet politike, mos pajtimet, kalojnë në nivel personal pastaj. Në mënyrën se si ajo pastaj blokon edhe përshëndetjet, ato relacionet personale e kështu me radhë. Ndonë se unë jam mundu gjithmonë me fol me argumente, stili im është që gjithmonë të përmendet çështja për cilën po flasim, e jo të jetë stili i argumentit ad hominem, domethënë i drejtuar nga personaliteti apo natyra e njeriut, më shumë lidhur me veprimet e tyre, po si do të qoftë ajo i lën do pasoja dhe i lën do e themi hatërmbetjet pas zgjidhura e kështu me radhë, ajo është më e vështira. Se njerëzit njohin çfarë karakteri jam, kështu që edhe mënyrën se si flet. Ju duket ndonjëherë që kam dalë prej vetvetes në rolin tim. Ndoshta u duk edhe kjo, ndoshta u duk kryetarin e kuvendit jam ndier më komod. Të kanë lavduar edhe këta të kundërshtarët. Më natyror. Të kanë lavduar edhe kundërshtarët. Nga karakteri. Edhe kundërshtarët politik përsa i takon menaxhimit. Kjo përse që më shumë është respekt. Po, respekt. Po nuk e di a ishte respekt kjo çështja e deklaratës do t'ju bëjmë tokë të zezë, edhe po ju keni një lloj komunikimi pak të veçantë. Ata që e njohin Konjufsen e dinë që i përdor disa terme me shaka. Cilin kemi marrëdhënie më miqësore kështu, e dinë që unë e përdori fjalën tokë spaku një 30 herë në ditë. Edhe kryesisht e përdori për veti. Për shembull ti na bone tokë që na lë me njerëz çatje. Ja shumë, ndoshta do duhet ju lisha pak më shumë, se ju na keni lënë 8 muaj pa bërë institucione, unë ju lash 5 minuta jashtë. Po, tokë më ke bu. Po, tokë, ha? Domethënë, në këtë kuptim e përdori, nuk është diçka edhe me pushkatuna ikona, me që që kanë marrë opozita, po. Vjen keq që letë po preken, që ditë e fundit. Ata që më njohin edhe kanë, le të themi, komunikim të përditshëm me mu, e din cilë është fjallori jam, do më thonë këtë fjallë e përdori kështu në përditshmëri, kur ndonjë gjë shkon keq, po në kuptimin praktik të fjallës. Çka e keni zbutur komunikimin pak me media, ju jeni një nga fajtorët, në këtë drejtim edhe natyrisht ka një përqasje të re, dikush thot ja po e bëjmë për zgjedhje, dikush thot po e bëjmë për diçka tjetër. Cila është arsyeja çka qëndron brapa kësaj? Jo, thjesht do t'jetë një aktivizim më i madh